qenë në atë kohë, në atë kontekst kohor, faktor të rëndësishëm cilët nuk janë sot. Janë krejt tjera rrethona. E dyta, kjo ideja që e kanë izolu Kurtin edhe po promovojnë Vjosa Osmanin, mundet mu përkufizu edhe si e tillë. Mundet mu, po është shumë e rëndësishme pse ka ndodhur një gjë e tillë. Pse ka ndodhur nëse Vjosa Osmani pas një fuqi ekzekutive, pas ka arritur që të mbetet në raportet të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Bashkimin Evropian, pse Kurti qenë ka izoluar? Do të thotë, nëse e shihni në rrafshin e mbrëmshëm, se me kë është i rrethuar Kurti, është po ashtu një farë vet izolimi i mbrëmshëm. Kurti nuk ka një njeri minimalisht të rëndësishëm sot në partinë e tij për të arritur në depërtimin e agjendave të cilat janë të domosdoshme për Kosovën. Do të thotë, ky izolim ka ndodhur nga brenda, duke mbetur një njeri i vetëm, një kokë e vetme për brenda gjitha zhvillimeve të rëndësishme në vend, dhe nga jashtë kemi pas një qeveri jashtëzakonisht favorite për Kurtin në Gjermani, me Scholz, socialdemokratët, me të gjelbërtit. Po ashtu pritja e Kurtit në Francë nga Macron ka qenë spektakulare në fillim të mandatit. Po ashtu Meloni nga Italia, gjithashtu i është bashku, si themi, kori diplomatik të trajtimit të Kurtit në mënyrën më korrekte të mundshme. Pse ndodhi kjo gjë? Ideja e strategjive dhe lojrave krejt taktike nga Brukseli dhe Ori, duke thënë një gjë tjetër në Bruksel edhe në Orë, dhe duke bërë krejt gjën tjetër në Kosovë, ka arritur që Kurti të krijoj vendin e tij të mosbesimit edhe nga brenda edhe nga jashtë. A e konsideroni veten kontradiktor në raportin e përkrahjes që ja keni pasur në atë çfarë? Absolutisht jo, absolutisht jo. Unë tentova më ju shpjegu. Ka qenë një rrethon në 2021, po të kthehet sot, po të kthehet si opcion ndarja, prap do të jem kundër ndarjes, në cilën do pozicion që jam, prej qytetarit deri tek partitë politike. Do bashkoje përsëri me Kurtin për kundër ndarjes? Me gjithë kë që mbron integritetin territorial të Kosovës. Po a ke që të dy arsye e kanë izolu Kurtin? Jo, nuk është ashtu. Nuk ka izolu Kurtin, pse si ka marrë 160 qerdhe. Kurtin e ka izolu. Veriun e kanë izolu, edhe që për ka qëndrimin regjit që nuk po mundën thojza me mashtru. Kupton? Qaty. Mirë, kjo është mendime, unë mundë me dhonë mendimin të... Kjo vrejt ashiqare, nuk po mundën me mashtru, s'po din me mashtru. Nuk ka këtu vrejtja ashiqare, këtu ka rezultate. Me mashtru, hajti vëqit s'ki nevoj me nënshkru se Kosovës në e kena dhonë pavarësin, i mashtrujnë ata, nuk është problem. Mëse nënshkrujti. Tja bojna njerë asociacionin, mas një kadal, dalim një ditë pim kafe dhe këshyrim qa po bojna me Kosovën. Ashtu me Zotin Kurti nuk shkon. Apo kupton, e që kjo pi bën nervoz ata, për që ata e kanë izolu. Nuk besoj që duhet me lëshu në qatë nivel muhabetin edhe diskutimin, po jo është... Unë mendoj që jemi... Se po konflikt që s'po kuptona, ademe për që ata përshaj. Sa për argumentim, po të rikujtoj deklaratën e parlamentarës Norvegjis në një ditë para antarësimit Kosovës në Këshillin e Evropës, e cila thot që Zoti Kurti na ka premtuar që do bëj zbatimin duke dërguar draftin e statutit të asociacionit tek gjykata kushtetuese. Rrjedhimisht ne do votojmë për në asamblenë parlamentare. Dhe kjo deklaratë tregon që nuk mundesh me lujt me lojra të dy feshta, se nuk është Sali Zyba Bashkimi Evropian. As nuk është Xhelal Sfeqla. Bashkimi Evropian është institucion jashtëzakonisht serioz. Pse këta që i përmendë janë jo serioz as ka? Jo, këto janë tentime, sikur idenë e çon atje, është zon dy billboarda, krijon populizëm Kosovë, edhe manej kthehet thotë jo, unë jam serioz për me diskutu. Jo, që ky Bashkimi Evropian ke ka e bombardon palët në proces. Vetë që sta komi bombardu ata që se nënshkruajnë. Edhe një që se nënshkruajnë, a voçi që se nënshkruajti kur gjë nuk u bë me ta. Edhe nuk është e vërtetë. Para një muaji shkojnë në Moskë. I thanë kena me ta izolu shtetin, kena me nu sanksione. Ai shkojnë në Moskë kur gjë nuk i bënën.
E Tash ti para- po thu Kurti ka faj. që tregojnë Nuk është e- problemi Kurti. e para nuk është e Problemi vërtetë. është politika e Bashkimit Evropian e ledhatimit. Ata nuk po munën me shpëtu për kësaj politikës që e kanë që 100 vjet. Nuk e kanë ata këtë politikë që so vjet. Tash të risht ase. Gjithmonë e kanë pas ata kështu.